Sot tekstet fani janë ashtu. Unë vetëm ja. Po më dalen. Osine, bëjmë këngë si Larushe Mesena. Për zotin. Po mojta ja i 100%. Do ta bëj me personazhet më si dona për zemër. Çfarë personazh? Vetëm ti. Ashtu edhe Vrenozi, do të përballem edhe Vrenozin. Syla Rushe. Na pavi fallin Vrenozi. Unë di po. E di stilin çfarë do me përcjell. Unë du një refren. Edhe çfarë duhet. Pozitivitet më? Pozitivitet edhe fani, i vjen fani. Ti bëj një këngë për dasma, diçka të tillë të bëj ke për ta pasë. Stine këtë pjesë. Stine. Rallën e ka Angelo. Nisti. Ti nën pjesën e romancës, unë du vetëm i vërk ti betet çu batut. Po. Stine, ta pyetje për ty. Nëse këtë radhë, mbas eliminimit, kushdo që të jetë, do kemi nominime që ne votojmë. 4 emra që mendon se do jenë më të votuarit. Jo, s'po them këtë do votoj ai. Për nominim apo për nominim? Në sentin që ne do i votojmë me i nxjerr për nominim. 4 emra apo 1? 4, se zakonisht s'ka do që bëj kandidat kundërshtar me këtë përgjigje do të them. Jo, në sensin s'është atë kundërshtar, ti mund të thosh edhe veten se mund mendosh që një grup i caktuar do të votoj. Nesti, futja i atyre që i kemi ofër sepse... Ska gjë ato? Ja, përgjigje pse të doje. Nesti, lutem, thuj Vrenozi, marrin senën sepse nuk i bën armiq. Nuk ka lidhje, s'ka problem me bërë mish. S'ka problem me bërë mish. Nuk e ka I pari është Angelo ja. Po ja, okay, Po, i pari është Angelo. E dyta është Brikena. I tretë është Kristi, dhe i katëri është ai që s'ka vendosur akoma. Cila ishte më falë? Po më merrem si. Kush mendon se do jenë 4? Je dakord, Berno? Ka mos i qertë se ka strukturuar i rikitikave. Ky thot kush shkon, domethënë sipas Tinës kush shkon nominim këtë javë. Po është mendimi im. Kuptoj.